Ishte një farë mëkati i papërmirësueshëm dhe i pafalshëm që mund ta bënin deputet e këtyre partive ndaj partive tyre dhe herën tjetër, kurdo që të ketë zgjedhje, ata nuk futen më atë në regjistër. Parimisht. Vetëm nëse ka një fuqi tjetër, se përndryshe nëse një herë nuk e dëgjon partinë në raste kur këta kanë interes politik, herën tjetër nuk futesh në listë për deputet. Megjithatë, në vazhdim të këtij diskutimi, presidenti Osmani ka përfunduar mandati, tashmë kemi një ushtruese detyre të presidentes, në këtë rast Albulena Haxhiu. Si e vlerësuat themi edhe atë kalimin nga Osmani në Haxhiun si UD e presidentes? Në fakt Osmani la diçka pa përfunduar, që ishte çështja e anëtarëve të KQZ-s, të flasim pak edhe për këtë, pra vetëvendosje ka një kërkesë që ta ketë edhe anëtarin e tretë sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si e shihni ju? E para, me atë pjesën e parë të pyetjes është mirë që ta themi, mirë që e shtruhet pyetjen, sa i përket kalimit, pranim dorëzimit, pra të detyrës, ishte ashtu si do duhej mas mirit ishte, ashtu si do duhej ta bënin përfaqësuesit institucional të vendit. Duke marrë parasysh edhe krejt tensionin e diskutimeve